Selam aleikum, miq të dashur. Sot do të bëjmë një meditim të shkurtër, të udhëhequr për të qetësuar dhe rregulluar sistemin nervor, për të kthyer tek vetja dhe tek Allahu dhe për të zbuluar kush je me të vërtetë dhe pse Allahu të solli në këtë botë. Këtë meditim mund ta bësh në çdo kohë të ditës apo të natës, veçanërisht kur ndihesh i shkëputur nga vetja dhe nga Allahu. Të rregullosh sistemin nervor është shumë e rëndësishme sepse kjo është si ura që lidh trupin, mendjen dhe shpirtin. Kur sistemin ynë nervor është i çrregullt, ndikon në mënyrën si ndjejmë, si mendojmë dhe si lidhemi me Allahun dhe me veten tonë. E kur e qetësojmë, hapet një hapësirë e brendshme ku mund të dëgjojmë më qartë të vërtetën dhe udhëzimin hyjnor. Nëse jeni të interesuar të kuptoni më shumë rreth sistemit nervor dhe lidhjes së tij me shpirtin dhe mirëqenien, më tregoni dhe me kënaqësi mund të bëj një video të veçantë kur e shpjegoj më thellë këtë temë. Pra ky meditim është ndryshe se të tjerët, është më i shkurtër por i veçantë, pa thënë asnjë fjalë me zë, vetëm dhikër, përmendjen e Allahut që do ta bësh ti në mendje. Unë normal do të udhëzoj me fjalë, por ti do ta bësh në mendje. Kjo është pikërisht për të qetësuar dhe rregulluar sistemin nervor dhe për të lidhur thellë me vetveten dhe me Zotin. Të sugjeroj ta bësh këtë meditim në sejdë. Për këtë arsye duhet të jesh me abdes. Nëse nuk ke abdes, tani pauzoje videon, shko merr abdes dhe kthehu përsëri. Mund të bësh edhe pa abdes, ulur në krevat ose në karrike, nuk ka problem, por nëse ka mundësi ta bësh në sejdë, do të ndjesh menjëherë dallimin, një paqe që zbret drejt për drejt në mendje dhe zemër. U ftoj ta ndani këtë meditim me të tjerët dhe abonoheni për më shumë përmbajtje islame që u sjell dobi. Le të fillojmë. Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulu në sejdë, ose nëse je i ulur në karrike, të ftoj t'i vendosësh këmbët fort mbi tokë dhe duart në prehër sikur bën dua. Mbylli syt dhe thjesht vëzhgo frymarrjen tënde për pak çaste. Vetëm vëzhgo frymarrjen pa e kontrolluar apo ndryshuar, dhe do të shohësh që ajo vetvetiu do të ngadalësohet. Merr frym ngadalë tani dhe thellë dhe nxirre jashtë me buzët sikur fry. Vazhdo kështu me frymarrje të ngadalta dhe të vetëdijshme dhe në mendjen tënde, jo me fjalë, në mendjen tënde thuaj la ilaha illallah 7 herë. Shumë bukur. Tani sill vetdijen në zemrën tënde. Vëzhgo frymarrjen dhe zemrën tënde si rreth dhe thuaj në mendje. Subhanallah 7 herë. Tani në mendje pyete Allahun, kush jam unë? Fokusohu te qendra e zemrës dhe lejo që çdo imazh, çdo ndjenjë, çdo mendim të vijë natyrshëm, mos kërko përgjigje, vetëm lejo çfarë të vijë. Nëse s'vjen asgjë, në rregull, vetëm merr pak kohë për veten. Pyete Allahun, kush jam unë?
Shumë bukur. Tani pyet, cili është qëllimi im? Lejo gjithçka që vjen, ndjenja, pamje, mendime, të rrjedhin pa gjykim. Dhe së fundi, hap derën e ndërgjegjes për bollok dhe mirënjohje, duke e pyetur këtë herë veten, jo Allahun, për çfarë jam mirënjohës, mirënjohëse. Shumë bukur. Tani ktheu përsëri te frymarrja jote, vëzhgoje dhe thjesht pusho në qenien tënde, në ekzistencë pa interpretim, thjesht shijo qenien tënde, vetdien, gëzimin, dashurinë, dritën e Allahut brenda teje. Kjo është natyra jon e vërtet. Thuaj në mendje tani, Elhamdulillah, 7 herë. Shumë bukur. Tani mund të ndjesh trupin tënd dhe ngadalë t'i hapësh syt. Si u ndjeve? Shpresoj që ky meditim i shkurtër por i fuqishëm të ka kthyer tek vetja dhe tek Allahu. Më tregoni në komente se si e përjetuat këtë meditim dhe mos hezitoni ta ndani me të tjerët që kanë nevojë. Deri herën tjetër. Eselamu alejkum.